Se të pyetja ju jem qenë të plani strategjik, se ato janë çdo veprim që është parapo për këto 3 vite, kërkon veprime, planifikim kohor dhe rezultat dhe rrjedhimisht, kur këto e ki të miratu mirë, po nuk ki funksionim normal, i bie që edhe rezultat nuk ka. Sigurisht që ka nevojë, bashkëpunimi ndër institucionale është mas e domosdoshëm. Ky bashkëpunim duhet me fillu mas pari me 2 këshillat. 2 këshillat, këshilli gjyqësor, këshilli prokural, nuk më boj men për këto një vite gjys takime të nivelit koordinues, bashkëpunues mes të 2 këshillave, po sigurisht që faj ka sistemi prokural, sepse ju ka sistemi gjyqësor, sepse të arritur e sistemi gjyqësor i kemi po gjithë, mirë po si duket kjo reforma jonë i ka kalu edhe gjithë logjik normale të blokadës dhe vërtet është përkeqarë dhe në gjanjën që fare jemi tash. Ndryshimi i ligjit 3 ka sjell nevojën e ndryshimit të njëmërisë rregullorësh. Rregullorësh për funksionim brendshëm të këshillit, mandej udhëzues të ndryshëm, udhëzues për bashkëpunim, udhëzues që vlerësojnë nivelin e zbatimit dhe raportimit të kryeprokurorëve në këshill. Ju e dini, e kam thënë edhe më herët që për vitin 2025 nuk ka pas raportim të kryeprokurorëve në këshillin prokural. Do të thotë cili është niveli i përgjegjësisë. Sigurisht është obligim ligjor raportimi i kryeprokurorëve në këshill, mirë po për vitin 2025 nuk ka pas raportim të rregullt. As të rregullt vjetor, po as raportim periodik që të duhej me ndodhë në saza të spaku 3 mujoshit. Po ashtu nuk ka pas vizita nga ana e antarëve të këshillit në për prokurori, me po nga afër problemet që i kanë secila prokurori. Pra janë veprime bazike, elementare që shumë shpejt shpresoj që të fillojmë me punu, sepse për ndryshe kjo gjendje nuk e di e ka sjell sistemin. Sinqerisht më vjen keq me ardhë me bisedu në një studio televizive dhe me fol për sfida kur ato i të kalojnë çdo kufit normales. Faleminderit, zoti Marmullakaj. Duke krahasu Kosovën me këto vendet e rajonit, çush e vlerësoni pozitën e saj në ndërtimin e këtij track recordit, pra në drejtësi, dhe a rrezikon që Kosova me met mrapa për shkak të mungesës të rezultateve që janë të matshme? Domethënë shpeshherë kur bëjmë edhe ulëmtime analiza, e kena pak problem me i siguru dhënat që bazohen në indikatorë që janë të matshëm. Kosova veç është mrapa, e tham edhe më herët, në të gjithë indikatorët që ndërlidhen me kapitullin 23 dhe 24 nga vendet tjera të rajonit. Prandaj, Kosova duhet të gjej hapësiren se si të avancoj në këtë proces, se si të avancoj në aspektin që e pasës një track recordi pozitiv në sektorin e drejtësisë. Me qasjen ku ngarkohet sistemi gjyqësor, mos koordinim në politik bërje, me qasjen e mos pasjes apo anashkalimit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial në politik bërje, mos ndarjen e resurseve të mjaftueshme financiare, së paku duke pas parasysh devalvimi dhe inflacionin që është bë, mos ndarjen e resurseve të mjaftueshme financiare për sektorin e drejtësisë. Janë disa nga faktorët të cilët nuk çojnë në drejtim që Kosova të ketë një track record pozitiv në inicimin dhe zbatimin e reformave në sektorin e drejtësisë. Dhe këto kanë pastaj kanë efekt negativ në procesin e integrimit evropian. Zoti Jarni, a kanë sot gjykatat burimet mjaftueshme njerëzore dhe buxhetore për me përballu ngarkesën e rasteve për cilat folëm edhe më herët? Pra ju e bëni një plan, ndërkohë që në kuadër të planit nuk parashihni që të vinë edhe 70 milion tjera nga shërbys civil për shkak të mosbatimit të një obligimi që e kanë institucionet e nivelit qendror. Dhe sidomos për këto rastet që janë më komplekse të korrupsionit nivelit të lartë të krimit organizuar. A ka pra kapacitete dhe buxhet të mjaftueshëm që
me u marrë me këto raste, sidomos edhe duke ashtu faktin këtu që asnjëherë nuk aprovohen kërkesat ashtu siç bëhen nga Këshilli Gjyqësor për sa i përket miratimit të buxhetit. Gjithmonë lypet shumë më shumë, ndërkohë që miratohet më pak. Tani ju vetë thatë që kërkesat buxhetore që zakonisht gjyqësori i kërkon nuk përkthejnë realisht, nuk mirën ato që ne vlerësojmë që janë të domosdoshme për të arritur pastaj edhe prioritetet. Do të marr një shembull bazik në vetë ligjin për gjykatat është e përcaktuar që secili gjyqtar duhet të ketë së paku një bashkëpunëtor personal dhe ne nuk kemi një buxhet paktën tani për tani në këtë kontekst që të përmbushëm këto pozita, që kuptohet që rrjedhimisht kemi pastaj edhe mungesë stafit që vështirëson punën e gjyqësorit për të arritur këto objektiva. Kuptohet që me një buxhet shtesë dhe me resurse shumë të mëdha dhe rezultatet po besoj që kishin me qenë shumë atë duhuna se sa që ne i prezentojmë sot. Megjithatë, përkundër kësaj, qoftë për numrin landëve që ngritet që ka pas landë për te parashikimeve që kanë ardhur në gjyqësor, për te mungesave qoftë buxhetore që si rrjedhoi kanë pastaj mungesën edhe të resurseve, thash që masa e efikasitetit këtë vit në gjyqësor ka qenë mbi normën 100% që është realisht një rezultat i dëshirueshëm basë edhe të matjet që thashë se pejshit, por edhe të organizatave tjera, kështu që ne në këtë kontekst pastaj konsiderojmë si një arritje të dëshirueshme të gjyqësorit përkundër të gjitha vështirësive që kemi pas qoftë për shkak linjave buxhetore, po qoftë për shkak të mbi-ngarkesës të madhe të numrit landëve. Sa i përket rasteve specifike të korrupsionit edhe të krimit të organizuar, ju referova shumë herë sonte Departamenti Special marr parasysh fokusi i këtyre landëve është pikërisht në Departamentin Special. Ne kemi një organogram të caktuar tani të numrit gjyqtarëve që duhet të jenë në Departamentin Special, organogrami i cili është përmbush, ani pse tani kemi një vakum të vogël të numrit gjyqtarëve për shkak edhe të rekrutimeve që kanë ndodhur në avancim në pozita gjyqtarëve të apelit, por megjithatë vlerësoj që kur ky numër i gjyqtarëve do të përmbushet, që vlerësoj që shumë shpejt edhe do të përmbushet, atëherë ne kemi të paktën tani për tani në numrin e akt akuzave që kemi në trajtim, vlerësoj që kemi numër të mjaftueshëm gjyqtarëve, por kjo çështja e stafit pastaj mbetet sfidë që ne të kemi secili gjyqtar një bashkëpunëtor personal, një zyrtar ligjor, që vlerësoj që në ato parakushte ne do të mundemi të arritim objektivat, po dhe pritjet që kanë qytetarët prej gjykatave në tërësi, por në veçantë në këtë rast Departamentit Special. Do të ndoshta me theksu edhe këtu lidhur me efikasitetin, është viti i parë vlerësoj që prej që ekziston Departamenti Special, që ne kemi arritë edhe në Departament Special përkundër vështirësive normën mbi 100% respektivisht efikasitetin, ku kemi dikun një efikasitet për 105% në vitin e fundit të Departamentit Special, që ka qenë i mjaftueshëm për të trajtuar rastën të kohë, po ndoshta jo edhe për të zvogëluar numrin e landëve në tërësi. Megjithatë, po vlerësoj që qoftë me planet strategjike, qoftë me planin e punës që ne së shpejti do ta plasojmë edhe për Këshillin Gjyqësor, po edhe për publikun. Vlerësoj që angecjet që kemi pas në vitin e kaluar kemi filluar me evidentu se ku kemi pas mangësi dhe jemi optimist dhe të gatshëm që të marrim përgjegjësi shtesë në vitin 2026.